zgjerimin e infrastrukturës duke përfshirë unazën e jashtme të kryeqytetit, ndërlidhjen e rrugëve ndërmjet lagjeve, si dhe gjithashtu synohet të implementohet edhe zona e kufizuar e trafikut, me qëllim që të ketë sa më pak makina në qendër të qytetit. Faleminderit Jeta, Prishtina është përveç bartë si zhvillimit ekonomik të vendit, duhet që ambicjen ta ketë shumë më të madhe dhe këtë e kemi realizuar për gjatë 4 viteve të kaluara dhe sigurisht synojmë ta vazhdojmë konceptin e rritjes së ambicjes së Prishtinës dhe kushdo që graviton në kryeqytet në aspektin e zhvillimit, në aspektin e edukimit, në aspektin e lëvizshmërisë, turizmit, kulturës, teknologjisë e gjitha me radhë. Gjitha këto janë të reflektuara në programin e kryetarit Rama, Prishtina për tej, i cili parasheh zgjerimin e infrastrukturës duke përfshirë unazën e jashtme të kryeqytetit, ndërlidhjen e rrugëve ndërmjet lagjeve, si dhe përfundimin e plot të rrugës A ose rrugës Gjim-Gjema, pastaj realizimin edhe të platformës që e lidh Arbrin me Pallatin e Rinisë, në nkalimin në rrugën Agim Ramadani që do të mundësonte edhe funksionalizimin e qarkores së brendshme, e gjitha këto me qëllim që edhe qytetarët tjerë të mos e përdorin Prishtinën si tranzit nëse nuk kanë çështjet tyre të realizojnë në Prishtinë. Gjithashtu, këto duhet të përcillen dhe do të përcillen edhe me transportin e ri publik, i cili vetë se ka filluar të implementohet, ku tani më çdo lagje e kryeqytetit është e mbështetur me trafikun urban dhe kjo synohet të zgjerohet përgjatë mandatit të ardhshëm edhe në transportin rajonal, që përfshin edhe komunat e përafërta si Obiliqi, Lipjani, Podujeva, Graçanica e të tjera, të gjitha me një bilet unike. Gjithashtu synohet të implementohet edhe zona e kufizuar e trafikut, me qëllim që të ketë sa më pak makina në qendër të qytetit, dhe gjithsesi edhe çështja e tramit elektrik që do ta lidh Fushë Kosovën me Prishtinën. Përveç kësaj pjese, juve se qytetarët vetë se e dinë se ka filluar mësimi tërditor dhe kjo synohet të zgjerohet në gjithë kryeqytetin përgjatë 4 viteve të ardhshme, me heci koha.